Përshëndetje gjithëve, sot 12 qershori i shajt 3 shkronjat e orta, UÇK, po 12 qershori, dita e çmuar, ditë çlirimi, vllazërit tonë, miqtë tonë, dashamirët tonë, që na i dhanë krahun më të çmuar për lirinë Kosovën non, Batalioni Atlantikut, po krah për krah me Bill Clintonin, George Bush. Këto janë lulet, këto janë dritat që dhanë kontributin jashtëzakonshëm për Kosovën non, Batalioni Atlantikut, na krenomi që edhe Shqiponia non, po na thatë nesër është 13 qershori, brigada 123, që stanë, këtë netëra mosa, lavdi, motër. Është një gëzim e krenari që unë isha në Batalionin Atlantikut, Shqiponia jonë du krenare, sot me madhe gëzim e festaj ditën e çlirimit në Kosovë, Ferizaj, aty edhe banë still, America, banë still, nothing else, you know, we are Americans, Albanian Americans. Yeah, God bless America. Yes. Urime Batalioni Atlantikut, uroj shëndet, jetë lumtur, e gëzime, familje, urime, dita e çlirimit Kosovës non, 12 qershori, po me 6 tre vllazë në Bityqi, lavdi për jetë e matë, Yll Agrov Mehmet, lavdi dritave tona, lavdi për jetë. Unë krenohem që më ka dhënë Zoti, këtu, po krenohem, lavdi për jetë e matë dëshmorëve, lavdi dritave tona, Perëndia i shpërblet gjithë dëshmorët, po dhe majnon, sot një ditë e ronë vështirë, po falë gjaku dëshmorëve, na sot e gëzojmë lirinë, po e jetojmë të lirë. Batalioni Atlantikut ka emën, lavdi për jetë e matë gjithë dëshmorëve, lavdi.